Auloni. Në fund fare drejtësia janë gjykata, nuk është Spaku. Sokol, nëse Auloni ndodhet nëse Auloni ndodhet në këtë situatë dinjitoze në raport me të si kandidat që kërkon të drejtën deri në fund dhe që kërkon të shihet qartë dhe të hidhet transparencë mbi zgjedhjet, unë po të kujtoj gjë tjetër, që Auloni nuk do të duhet të ishte në këtë situatë sot, sepse mes Spakut dhe KQZ-s të paktën kemi angazhime konkrete paraelektorale në mënyrë që mbi procesin të hidhet dritë dhe mos lejohen episodet tilla. Në qoftë sa i sot detyrohet. Patjetër, në qoftë sa i sot detyrohet dhe në Tiranë, në Shqipëri ka pas një rinumërim të pjesshëm. Ku ne e dim se dhe aty dolën mangësi, madje në disa raste shumë të thella, që unë nuk e di sepse nuk janë çuar deri në fund. Dhe çfarë duan, sepse në atë rinumërim do të mjaftonte të marrësh proces verbal në vjetër, me proces verbal në ri, ti vije të dyja përballë dhe e gjeje ku ishte, mbaronte puna. Po, tani pse duhet që Auloni të rrah dyert e gjykatave për të gjetur drejtën e tij dhe mos ta kishte këtë drejtë siguruar nga mirë funksionimi i sistemit? Pra kjo është pyetja. Qofse ne do ta ngrem në aspektin e tij. Ti përgjigjem pyetjes Skënderit apo ke pyetje ti? Jo, përgjigjem pyetjes Skënderit. Kjo për një arsye se Zoti Mingjozi. Të lutem. Njihemi kaq. Patjetër. Atëherë, Skënder, kjo për një arsye shumë thjesht, sepse kodi ynë zgjedhor, cilën e kanë bërë gjitha palët, po i fus, ja pamundson kandidatit të rinumërimin e votave. Kemi një nen aty që thot ekskluzivitetin për të bërë kontestim zgjedhor e kanë vetëm partitë politike. Tani ç'a ndodh? Ne jemi antar të Këshillit të Evropës, sfundmi ka dalë Rusia për arsye që dihen, ne vazhdojmë akoma të jemi, dhe Konventa Europiane për Drejtat e Njerëzit, Komisioni Venecias në librin e sjelljes mirë në zgjedhje, por edhe gjithë praktika e Gjykatës Europiane për Drejtat e Njerëzit, alias Gjykata e Strasburgut, thotë që ka 3 palë që kanë drejtë për me kontestu procesin zgjedhor. Ata thonë është partia politike, është kandidati, shkojnë dhe më tej, fusin dhe zgjedhsin. Pse fusin zgjedhsin? Sepse nuk bëhet fjalë për një territor si Shqipëria që merren votat e tjera. Se një njeri mund të votojë një parti X që mund të ketë vetëm një vot. Nga proces verbal e vot nuk del. Atëherë është e drejta e individit për me kërku. Se ku është vota ime? Për këtë proces unë kam iniciu një lëvizje të gjykatës kushtetuese, pra kam vënë lëvizje gjykatën kushtetuese, sepse unë gjykoj që kodi zgjedhor është antikushtetues në të paktën 2 momente në raport me kushtetutën. Së pari, tek e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur, që na e cënon neve, dhe së dyti për një proces të rregullt ligjor, sepse ne nuk kemi mundësi për të kryer proces të rregullt ligjor. Pse nuk e kemi? Së pari unë kam nis një betejë administrative me KAS-in këtë rast, sepse aty do ankohesha për votat e mia, Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve që vepron pranë KQZ-s, e cila nuk më lejoi mua që të numëroj votat e mia, sepse unë e kërkova si kandidat në këtë rast. Ndërkohë shkova në kolegj zgjedhor, pra shkova tek gjyqësori i zgjedhjeve, jo thjesht tek administrativi, sepse KAS-i në fakt është një organ quasi gjyqësor, pavarësisht se ata nuk e kuptonin dhe unë ja u thoja her pas here dhe kisha i pritshmëri të lartë nga disa individë aty dhe pra, për këtë arsye kam bërë kallëzimin e sotëm, domethënë, atë që më dha drejtësia sot se kallëzimi është bërë që në muajin gusht, domethënë, për arsye se ata kanë shkel ligjin në disa momente, dhe këtë nuk e them mund tani më e thot GKK-ja, Gjykata kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, e cila thot për 3 momente. Së pari, rinumërimin në Shqipëri në qarkun e Tiranës dhe Fierit ndodhi i plot, por qarkun e Durrësit ndodhi në mënyrë të pjesshme. Por nuk ka asnjë lloj problemi deri këtu. Tani fakti është që në rinumërimin e pjesshëm, mua më ishin vjedh disa vota dhe sot jam krenar që vin këtë studio dhe si kanë vjedh vota skujt. Dhe përkundrazi në raport me kandidatin tjetër, në fakt unë kisha pyetjen për rinumërimin. Po, aty do dal pra. Sepse realisht rinumërimi i pjesshëm i pari, natyrisht ty të intereson me drejtën tënde si kandidat që rinumërimin ta bësh plot për dal i plot manipulimit. Sigurisht se çfarë interesi do kemë pastaj. Por gjithsesi pyetja ime nuk ishte aq shumë e drejtuar ndaj teje, po ishte e drejtuar, po themi ndaj kamerës. Patjetër. Atë po të sqaroj dhe unë. Ne kishim struktura aty do dal. Me vulë dhe me firmë. Aty do dal. Aty do dal, është problemi pra. Aty do dal se do ta them. Është një pyetje retorike. Se Spaku e refuzoi 2 herë. Ja do ta them pra. Kjo është ideja. Pse Spaku e refuzoi 2 herë. Do dal aty.
Pra, ne nga procesi rinumërimit që besoj i shërbeu Shqipëri, sepse ne na bot tabel qitje, 3-4 persona që kërkuan në rinumërim. Po çfarë tregoi rinumërimin vetvete? Lëvizi mandat në qarkun e Fierit, apo jo? U pa që u trafikun 10.000 vota nga të gjitha palët në qarkun e Tiranës. Unë personalisht arrita të rikuperoj 105 vota në raport me kandidatin tjetër. Pra ja pas ka sjellësa të mira dhe rinumërimi, apo jo? Atëherë, cili është hetimi që mund të bësh në këtë rast? Është ajo që the ti. Merr proces verbalet e 11 maj dhe proces verbalet e 4 korrigut dhe u kry hetimi. Atëherë çfarë ndodh? E gjithë retorika, narrativa e Kasit dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ishte shiko se ky është gabim njerëzor, nuk kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Gjykata, këtë amat prokuroria e ndan nëse është gabim njerëzor. Këtë ndan drejtësia sepse është dhe drejtësia. Unë shkova si qytetar dhe kandidat që më ishin prek interesat, jo vetëm për qarkun e Durrësit, po për të qarqet e sipër përmendura dhe i thash Spakut, shiko se kam vënë re këtë gjë. Mos më besoni mua, kam dhënë deponimun atje. Dhe mbaj përgjegjësi penale patjetër. Dhe merrni këto proces verbale dhe krahasojni. I kanë marrë proces verbalet në ndjenin time dhe i kanë krahasuar dhe del në referim aty. Tani çfarë ndodh? Spaku nuk e pranon. Gjykata ju thot për Durrësin i hapët 152 kuti nga 493 gjithsej, ishte detyra juaj për me vazhdu hetimin sepse kishit dyshime të arsyeshme që ka manipulim vote. Së pari, së dyti, pse keni miratu një tabel për mbledhëse të rezultatit falsifikuar, sepse është tabel e falsifikuar, pra kutit janë aty, krimi zgjedhor është aty, dhe ju dilni me një tabel të re, për pos 11 majt, pra tabel në re këtu. Dhe së treti, duhet bënit një detyrë ligjore që e keni si institucion, të referonit materialet në prokurori. Kaq. Pastaj ndajmë neve këtë. Për shkelësit. Pikërisht, për këtë arsye, janë vënë disa detyra tani. Po Spaku nuk e hetoi këtë çështje? Nuk e hetoi pra. Gjykata çmon që nuk e kishte hetu këtë çështje, por e ka kaluar në një mënyrë tillë sepse kishin përdor një trik të tillë që shiko, Auloni ka shkuar në kolegj zgjedhor, është rrëzuar për mungesë legitimiteti, pra le ta bëj kolegji zgjedhor këtë rol, mos na e kaloni neve si Spak. Pra nuk kishte vullnet për me hetu çështjet zgjedhore. Kjo është pjesa e dytë Sokol që për mendimin tim është më pak e rëndësishme se sa vendimi javës kalume. Vendimi javës kalume është historik për Shqipërinë. Në rast se kem plan me diskutuos më vonë, besoj apo? Jo, mund ta them shkurtimisht se çka ka ndodhur javën e kalume. Hera parë në Republikën e Shqipërisë që do hetohet për krim të organizuar zgjedhor. Deri tani jemi marrë me 50.000 lekësha, mbleu votën, i dhash kamera etj. Gjykata ka detyruar Spaku i cili më rrëzoi pra edhe për këtë çështje, për 2 vepra që unë kisha quajtur aty. E para, që kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal, dhe së dyti për falsifikim zgjedhor. Në fakt, Spaku e kishte pranuar falsifikimin tim zgjedhor. Ndaj kandidatit Aulon Kalaja ka ndodhur falsifikimi zgjedhor, janë 10 vota, por e kalonte në Durrës për mos kompetencë, sepse duke rënë vepra e grupit strukturuar kriminal, vepra shkonte, çështja shkonte në Durrës. Tani gjykata çfarë thotë? Mjafton një votë që t'jetë prekur, atëherë ti do bësh hetim, se nuk mund të ecësh dot me projekcion. Mendimi Kasit ishte që ne ecim me projekcion. Hapëm kaq kuti. Sa vota lëvizën vetëm rinumrin me parë, pjesë. Po pra po. Po pra kjo ishte. Ne harrojmë që dhe jo vetëm aty, dhe jo vetëm aty. Me 10 vota fitoi Tirana. Po. Pikërisht pra, ne mund kemi kuti, siç ka pas kuti për shembull në Krujë, ku un kam qenë kandidat që është numëruar 100% dhe ka dalë 100% rezultati atij. Në Krujë ju kujtoj që fitoi Partia Demokratike mas 18 vitesh dhe aty çdo gjë ka qenë rregull. Në kutitë e tjera të qarkut Durrësit ka pas probleme. Tani ishte detyra këtyre për me vazhduar numërimin. Çfarë tha gjykata për krimin? Po, këtu kemi të bëjmë me krim të organizuar në raport me zgjedhjet dhe i ka lënë 7 detyra prokurorisë se si do hetoj tani. Pra e detyron prokurorin të hetoj 1. Të identifikoj listën e zgjedhësve, listën e numëruesve. 2. Të hap pamjet filmike, video dhe audio gjatë numërimit të zgjedhjeve. Pra ndodh për herë të parë. Deri tani ne kemi parë në Shqipëri që janë hap vetëm kutit. Kujdes, kësaj radhe do hapen videot dhe audiot, për me pas se çka ka ndodhur realisht. Pse do hapen videot? Sepse kemi të bëjmë me një votë tillë, që këtu është votu vetëm për Partinë Demokratike, po e marr si shembull, dhe ai nuk ka zgjedh asnjë nga kandidatët. Kjo votë kur del për herë të parë në kamera, del e virgjër, del vetëm për PD-n. Herën e dytë transformohet, del për PD-n, del dhe për një kandidat tjetër. Atëherë si u plotsu? Atëherë çfarë thot gjykata? Në këtë rast,
detyron prokurorin do ekspertosh bojën e stilolapsit, sepse kemi të bëjmë me dy stilolapsat ndryshëm. Këtu kur është votu me një bojë ndryshe, këtu është kur është votu gjatë në tavolinë aty kur e kanë. Po mira, atë se kap do taj Aulon e di se votova me stilolapsin tim thotë. Çfarë lidhje ka? Ta mbaroj. Jo, Tjetër gjë kjo. ka dy lloj, Se është koha në rregull, Njerë del në kamera, kur vetëm me një vot, partia e tjetra del me vot partia dhe kandidati. Këto të shifën do hapen 165.000 fletë votimi. Ishte një model i ngjashëm me Edhe fletët e pavlefshme, ka thënë, do ekspertosh dhe fletët e pavlefshme, sepse që ka ndodhë me fletët e pavlefshme? Është prish vota, është votu Partia Socialiste, po ja fus kot tani, dhe kandidati Agim. Ndërkohë, kështu del fleta për herë të parë, herën e dytë del Partia Socialiste, kandidati Agim dhe kandidati Gimi. Pra, marrin dy persona, X, ndërkohë del e pavlefshme, por je kalon partijës. Pra edhe për këtë do bëhet hetim. Ti mendon që janë hapur kutit në momentin që është bërë rinumrimi i parë dhe janë hapur më prapë? Po kjo kështu ndodh, se duhet kuptoni se ç'a ndodh aty. Po pikërisht, këtu çështja duhet marrim rastin e Aulonit. Nëse unë të bëra pak oponencën, apo dhe rastet tjera sot për të folur, a ka Arseta një vullnet apo ka vullnetet ndryshme për të trajtuar çështje të ndryshme? Si këtu pastaj flasim ç'a po ndodh në këtë përballje të drejtësisë, ku fus sigurisht gjykatën, por pa tjetër dhe Spakun, dhe temi palve politike, apo dhe vetë brenda palve politike. Ajo që doja të thoja për rastin e Aulonit është fakti që gjatë kohës që ishte numërimi në 11 maj, pati një pretendim nga zoti Sheaj për çështjen e ngjyrës fletës votimit. Dhe këto vota fillimisht quheshin pavlefshme, por pastaj u quajtën të vlefshme.